Shqipëria po përballet me një nga sfidat më të mëdha demografike të dekadave të fundit. Sipas thënieve të Eurostat, vendi ka humbur rreth 321.000 banor në 25 vitet e fundit, duke regjistruar kurrë më të madhe të popullsisë në Europë. Me 1 janar 2026, Shqipëria numëronte rreth 2.34 milion banor, ndërsa në vitin 2000 kishte mbi 3 milion. Kjo do të thotë se vendi ka humbur gati 1 në 4 banor gjatë kësaj periudhe. Pas Shqipërisë renditet Bullgaria me një rënje për 21.6% të popullsisë, ndërsa Kosova, Lituania, Rumania e Kroacia gjithashtu kanë shënuar të kurrë të ndjeshme. Ekspertët e lidhin këtë prirje me 3 faktorë kryesorë: emigracionin lart, rënien e lindshmërisë e pllakjen e popullsisë. Vetëm gjatë viteve 2021-2026, mbi 166.000 shqiptarë rezultojnë të kenë emigruar, ndërkohë mosha mediane e popullsisë ka arritur në 45 vjeç, ndërsa lindjet kanë zbritur në nivelin më të ulët historik të periudhës pas tranzicionit. Në vetëm 22.500 foshnjë të lindura gjatë vitit 2025, pasoret e kësaj kurrë reflektojnë jo vetëm në numrin e banorëve, por edhe në ekonomi, mungesa e fuqisë punëtore, presioni mbi sistemet e pensioneve e shërbimeve shëndetësore, si ge ulja e konsumit, po konsiderohet ndër sfidat më serioze për zhvillimin e vendit. Ndërsa Shqipëria vijon të humbas popullsi, Bashkimi Evropian përgjithëson rritje të numrit të banorëve, kryesisht falë emigracionit, neto pozitiv, i cili po kompenson rënien natyrore të lindjeve në shumë vende anëtare.